Furnizimi i qytetarëve të kësaj komune me ujë të pishë. Gjithashtu mungon edhe infrastruktura e mirëfillt, kanalizimi. Ka shumë projekte, por fillimisht projekti i cili është me prioritet është furnizimi i qytetarëve të kësaj komune me ujë të pishëm. Gjithashtu mungon edhe infrastruktura e mirëfillt, kanalizimi, mungojnë edhe qasja e, siç kam bashkëbisedu edhe me banorët, një qasje në infrastrukturën në fusha, ku bujqet duhet të punojnë tokën e tyre, në krijimin e kushteve për zhvillimin e biznesit, për mundësinë që duhet i japmi të rive të kyçen në sferën e biznesit përmes formave të ndryshme të trajnimeve të cilat kemi mundësi të organizojmë kuadër të komunës sonë.